Një ish kampion dhe një emër i spikatur i mundjes shqiptare, kryesisht i klubit Tirana dhe ekipit tonë kombëtar, si Kadenuri, ishte sot i pranishëm në një festë të dedikuar ajkes së mundjes shqiptare, e cila u mlodh për të festuar ditëlindjen e 64 të kampionit Shkodran Koleslit, i cili vjen nga Amerika dhe mbledh të gjithë kolegët e tij për të festuar ditën e tij të lindjes, por duke rikthyer në vëmendje edhe kujtimet veçanta të karrierës sportive. Kadenuri ishte njëri prej tyre që ishte pjesë e kësaj dreke simbolike me ajken e mundjes shqiptare. I kënaqur, si e kaluar? Unë jam shumë i kënaqur edhe më vjen mirë, e mboj qefi se vetëm mundësat e bëjnë këtë traditë kaq të madhe, kaq fort si përmenden gjithë mundësat. Ai ka në Amerika, vjen shtron këtu një drekë, e kam gjatë gjithë mundësat, po thoj se më të mirë Shqipërisë. Edhe ne njëllëm kënaqur u takuam me shokë si kishin kohë, si ishin parë me njëri tjetrin, edhe them se shkoi shumë mirë. U vlerësuan edhe disa sportistë me medalje, me mirënjohje të mundjes. Si gjithmonë, sekretari i përgjithshëm Delit Sibaku është i kujdesshëm në respektimin e figurave. Është njëna më të mirë, si vallaj nuk e bëha asnjë se po këtë punë si po Xhelili. E në aty e ka menin deri sa ta deri në padre, deri Kateri ju thotë mjaft mirë që mundja është në sportet e veçanta që bën të tilla takime dhe kam sepse e kam përjetuar fal një Mohamed Malo, i cili ka qenë një kampion në rinën e tij, është dalë nga jeta, por Mohamed Malo ka lënë një kujtim të bukur në organizimin të tilla takimeve, sepse ka qenë vetë ai promotor i këtyre takimeve. Ai me thon drejtën, i ka pas bën më mirë në gjithë ato periudhë. Me gjithë sportistat, me gjithë ashtu i ndjevë dhe krijoi shoqatën e mundjes, edhe e vazhdon dhe djali vetë si Klajdi Malo, i cili në Dajt, atje ku është qendra e tyre, biznesi i tyre turistik, atje janë mbledhur vazhdimisht mundësit. Dhe ai e përkrah dhe Xhelilin, e përkrah në këtë ka kriju Xhelili me mundësat të sportistat të mirë, që kështu edhe e ka po. Po Mohamed Malo ka qenë promotori i kësaj pune. Dhe kënaqësia është që vazhdon kjo traditë dhe sot u mblodhen për Koleslisin, që meriton respekt. Edhe ti e rujt zoti ku i thonë se po flasim shumë, edhe një mund sa më mirë, edhe ai është i kënaqur për këtë ceremoni që u bë sot aty. Mënyra bia, një mundës i vazhishës, se sapo u nderua nga shoqata mundjes. Mënyrë i kënaqur? Po, shumë. Urime për kategorinë. Mirë, po është njërën më të njerum, sportistat më të mirë. I ka denur, këni qenë kundërshtat. Super. Edhe unë... Një foto kujtim edhe ndërkohë që kamera filmon. Edhe unë u kënaqa si më gjithë në takoshin, disa nuk njifnin, edhe ta që kena në shuj. Ishim me Kadenurin, pra ata që nuk e njohin, karriera e tij sportive ka qenë brillante dhe është brillante. Kadenuri, legjenda e mundjes klasike.